Vazhdojmë kryen e ushtrimit Osmëria këtu në parkimin paralel midis mjeteve nga pika nisjes pikë parkimit. Shikohen pasion e kraut djath, kur gome pas me mjetit, vjen pran pikedës, së parë ndalo mjetin, kthe rrotat djathas nga në marshin e ecjes mbrapa. Mjeti vendoset paralel me mjetin e parkuar. Kur gjatë rrotullimit mjetit nga e majtën të djathtë, shoferi shikon në pasqyrën e shoferit. Kur t'i shfaqet targat të mjetit, në këtë rast emiton pikete e mesit të mbrapa. Bëhet ndalimi i dytë, që ndalimi i dytë. Kjo është targa e mjetit, pra pikete e mesit, dalon mjetin këtu, drejto gomët. Pastaj lëviz mbrapa me mjetin, pa ndalimin e tretë, kur goma vendoset mbi vijën e parkimit. Këtu ndalohet mjeti, që ndalimi i tretë, kthehen rrotat majtas. Të shikoj mos shkel vjet e pa ndërprera, mos të godas piketat. Pastaj të fus mjetin në kuadrat. Do të ecë para djathas. Do të drejtoj gomët dhe do të raportoj. Mirë keni kryer ushtrimin.